gjykata në mënyrë të qartë, të prerë dhe përfundimtare ka vendosur dhe ka konstatuar se seanca konstituive filluar me 15 prill nuk ka përfunduar, gjë që të gjithë e dimë dhe nuk është kontestuese. Por, ka thënë gjykata, e njëjta nuk është zhvilluar në pajtim me përcaktimet e paragrafit 66. Derisa ky është konstatimi i gjykatës mbi mos zhvillimin e seancës konstituive në pajtim me kushtetutën dhe me rregullat, pyetja që shtrohet dhe që është edhe logjike, edhe laike të kuptojnë, është se së pari, nëse nuk është zhvilluar në pajtim me kushtetutën, pse nuk është zhvilluar në pajtim me kushtetutën, cilat kanë qenë shkeljet e evidentuara të cilat kanë rezultuar që procedurat mos jetë në pajtim me kushtetutën. E treta, kush ka qenë akteri ose aktori ose aktorët që kanë bërë që kjo seancë mos zhvillohet në pajtim me kushtetutën. Dhe ky është funksioni që duhet ta bëjë arsyetimi. Dhe arsyetimi e justifikon këtë mënyrë të vendosjes. Dhe në rastin konkret e dinë që opozita nuk e ka udhëhequr seancën konstituive për qëllime, le të themi, të sqarimit para opinionit publik, po i referohemi në termin pozitë-opozitë, sepse për qëllime kushtetuese dhe formale, aktualisht sistemi jonë nuk e njeh termin kushtetues, termin pozitë ose opozitë. Prandaj, e ka zhvilluar lëvizja vetëvendosje, e ka udhëhequr lëvizja vetëvendosje, ka vendosur kështu kryesuesi i lëvizjes vetëvendosje. Opozita vetëm ka kryer detyrimin e saj për të marrë pjesë në seanca dhe për të votuar për, kundër ose abstenim gjithmonë kur ka pasur votim për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Po jo kur s'ka pasur votim për zgjedhjen e kryetarit, sepse gjykata kushtetuese, siç e zauroi edhe kolegu im, deputeti Gruda, ka thënë se komisioni për votim të fshehtë është jashtë rendit ditës, prandaj çdo votim për të do të ishte jo kushtetues. Për cilat ishin konstatimet kryesore të këtij aktgjykimi? E para, në radhë të parë që rendi ditës i seancës konstituive nuk mund të ndryshohet, pra është i pandryshueshëm pas fillimit të seancës konstituive. Nuk ka të drejtë askush të vendosë një votim të fshehtë pa një bazë kushtetuese dhe pa një procedurë të dakorduar paraprakisht. Dhe cila do të ishte procedura e dakorduar paraprakisht? Nëse kryesia e vjetër, që ka mandatin për të përgatitur seancën konstituive, do të dakordohej që si shtesë e rendit formal që përcakton aniteti rregullorës se çka duhet përmbajë rendi ditës së seancës konstituive, të shtohet edhe pika e votimit të fshehtë, atëherë kjo do të mund të realizohej, sepse gjykata kushtetuese nuk ka thënë që nuk është i pamundur realizimi i votimit të fshehtë, por ka thënë që në kushtet kur ekziston rendi i ditës i përcaktuar në rregullore, në kushtet kur ekziston praktika parlamentare, ju duhet të vendosni dhe veproni vetëm në bazë të tyre. Prandaj votimi i fshehtë në këtë fazë të procedurës është shpallur tërësisht jo kushtetues. Po ashtu një nga konstatimet kardinale të këtij aktgjykimi është njohja e të drejtës për të propozuar kandidat për kryetar të kuvendit. E drejtë kjo, siç e tha edhe kolegu im, nuk është se është kontestuar nga dikush. Pra grupi më i madh parlamentar e ka këtë drejtë dhe kjo në bazë të aktgjykimit të 26 gushtit 2014. Por kjo e drejtë, thotë gjykata, po themi ne, nuk duhet të përdoret si mekanizëm për të bllokuar procesin demokratik dhe për të penguar funksionimin e institucioneve. Pra, një drejtë e tillë, pra pa vetes, ngërthen në vetë edhe detyrimin që mos shndërrohet në mekanizëm ose një mundësi bllokimi siç ka ndodhur tash 2 muaj. Pra, çfarë është e rëndësishme në këtë aktgjykim? Merr emër përgjegjësi për bllokimin e situatës, prandaj krahas identifikimit të përgjegjësit për shkaktimin e kësaj situatës respektivisht mos konstituimit të kuvendit, gjykata kushtetuese ka përcaktuar një detyrim. Dhe atë vetëm për grupin më të madh parlamentar dhe jo për grupet e tjera. Dhe ju lutem keni parasysh se në gjetjen numër 4 të këtij aktgjykimi eksplicit i referohet detyrimit të grupit më të madh parlamentar për të bashkëpunuar me grupet e tjera. Pra jo grupet e tjera që të bashkëpunojnë me grupin më të madh parlamentar, sepse dallimi është fare i qartë dhe i kuptueshëm edhe për të gjithë. Po ashtu, gjetja tjetër, e cila natyrisht që është e re në pikpamje të praktikës dhe gjyqësisë kushtetuese, është se kuvendi duhet të themelohet, të konstituohet në afatin prej 30 ditësh në mënyrë që të sigurohet stabiliteti. Për këtë do të flasim pak më vonë.
Tani, një aspekt i rëndësishëm që vlen të sqarohet, edhe për profesionistët e fushës, por edhe për aktorët me interes në këtë proces, është ndoshta edhe interpretimi i gjykatës kushtetuese për sa i përket raportit mes zgjedhjes së kryetarit dhe zgjedhjes së nënkryetarëve, si një në dritën e, le të themi, të devijimit ose të interpretimeve që u bën së fundi këtij raporti, duke konsideruar se të njëjtat edhe çështja e kryetarëve edhe në kryetarëve janë të barazvlefshme. Dhe aktgjykimi, të nderuar gazetar, askund nuk e thotë që janë të barazvlefshme. Përkundrazi, fakti që në 67 paragrafi 2 dhe 3 janë të ndarë nga njëri tjetri, e njëri flet për zgjedhjen e kryetarëve dhe tjetri flet për zgjedhjen e nënkryetarëve të kuvendit, kushtetuta në këtë aktgjykim, gjykata kushtetuese në këtë aktgjykim ka thënë se zgjedhja e kryetarit është ndarë nga ajo nënkryetarëve. Dhe këtë mund ta gjeni me respekt ju sugjeroj me paragrafin 129, 130, 133 dhe 190. Thot, zgjedhja e kryetarit është ndarë nga ajo nënkryetarëve. Të dy procesi kërkojnë bashkëpunim, nuk është kontestuese, dhe këtë e mirëpresim. Gjykata thekson se drejta e grupit më të madh parlamentar, siç e theksuam më lart, është një orë, është rregulluar dhe mirë trajtuar në pikpamje kushtetuese me aktgjykimin e 26 gushtit 2014, i njohur në publik si KO 119/14. Po ashtu, në këtë aktgjykim, gjykata analizon që drejta për të propozuar kandidatin ose kandidaten është e lidhur domosdoshmërisht me detyrimin për të arritur shumicën, dhe ky detyrim i takon shumicës parlamentare. Ne vijmë në këto paragrafe të arsyetimit të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Ka shumë rëndësi ta vëmë theksin në faktin se gjykata ka konstatuar shprehimisht në arsyetim se e drejta për të propozuar kandidatin përbën njëkohësisht detyrimin për grupin më të madh parlamentar. I lutem vereni. Përbën detyrimin për grupin më të madh parlamentar dhe jo për grupet e tjera, asesi. Grupet e tjera janë detyruar të bashkëpunojnë kur ju kërkohet nga grupi më i madh parlamentar ose përmes kompromisit dhe konsenzusit që e sqaroi edhe kolegu parafolës. Dhe kjo e drejtë nuk mund të rezultojë në bllokim, me insistimin që unë kam të drejtën për ta zgjedhur kryetarin në kuvendit dhe ju keni detyrim për të ma votuar. Gjykata kushtetuese madje e ka dhënë theksin në këtë se askush nuk e ka nga grupi i dytë e me radhë, nuk e ka obligimin për ta votuar pa konsenzus dhe pa kompromis kandidatin për kryetar të kuvendit që e propozon grupi më i madh parlamentar. E vendos dhe e rivendos theksin përsëri në faktin se një drejtë e tillë nuk mund të përdoret për ta bllokuar kuvendin, siç ka bërë tash 2 muaj shumica parlamentare. Dhe këtë e gjeni, lutem, në paragrafin 190, e kam cituar dhe fjalë për fjalë me gjeni para juve. Po ashtu, ne vijmë në mes të raportit kryetar dhe nënkryetar, gjykata thekson se mosarritja e shumicës për të kërkuar për të zgjedhur kandidatin e propozuar nga grupi më i madh parlamentar, përbën në anën tjetër një dështim, pra dështim të deputetëve, sepse ky dështim është rezultat, siç thotë gjykata, nëse grupi më i madh parlamentar nuk e bën kompromisin e nevojshëm që i takon. Këtë e gjeni në paragrafin 129. Ndërkaq, në paragrafin 130, që dua ta rivendos theksin në këtë gjetje, flet për nënkryetarët. Pra gjykata kushtetuese në këtë aktgjykim në pikën 130 të saj, foli për detyrimin që e kanë grupet tjera parlamentare për të bashkëpunuar për të zgjedhur nënkryetarët, por jo kryetarin. Kjo ka shumë rëndësi. Dhe thot, citoj, një detyrim i tillë vlen edhe për grupet tjera parlamentare të cilët në frymën e bashkëpunimit dhe konsultimit paraprake propozojnë kandidat për nënkryetar të kuvendit. Pra, vendos detyrimin e duhur të drejtë dhe të arsyeshëm për deputetët ose për grupet tjera parlamentare që për nënkryetarët me qenë bashkëpunues. Por, siç e zaruam më sipër, ky detyrim nuk është për grupet tjera parlamentare në raport me kryetarin. E rrjedhimisht, procesi i nënkryetarit është i ndarë dhe me votim, sepse e dini, shkon me propozim, me votim dhe procedura është e ndarë, siç është e ndarë për nënkryetarit, rrjedhimisht nuk mund të barazvlerësohen e as të unisohen në pikpamjet e procedurës që duhet të zhvillohet për zgjedhjen e njërit ose tjetrit të institucionit. Ne vijmë përsa i përket, siç e thash më sipër, afatet 30 ditor që ka përcaktuar dispozitivi 2 i aktgjykimit të kësaj gjykate,
E gjenë përveç dispozitivit edhe në paragrafin 190, ku thotë deputetët duhet të votojnë për ta konstituar. Dhe një gjë e tillë absolutisht është e qartë, e drejtë dhe duhet kuptuar si diçka shumë e arsyeshme. Ndërkohë paragrafi 191 ka përcaktuar, ka arsyetuar sepse gjykata në dispozitivin e saj ka vendosur afate për 30 ditësh nga hyrja në fuqi e aktgjykimit. Dhe tashmë për herë të parë, Republika e Kosovës, sistemi parlamentar dhe kushtetues, e ka një afat të ri për përcaktimin, realisht për mbajtjen dhe organizimin dhe përfundimin e seancës konstituive, nga thirrja e saj, përkatësisht nga shpallja e rezultateve zyrtare nga ana e KQZ-s. E tani, çfarë është rëndësishme për sa i përket efektit juridik dhe kushtetues, çka nëse kalon ky afat dhe çka ndodh. Gjykata kushtetuese po ashtu me plot përgjegjësi ju është referuar aktgjykimit 119/14 për sa i përket faktit se kushtetuta askund nuk e përmend mundësinë për të shkuar në zgjedhje si rezultati mos konstituimit të kuvendit. Por keni parasysh se në pikpamjen time, në pikpamjen tonë, ky aktgjykim është detyrueshëm pikpamjet e afateve kushtetuese për të zbatuar dhe për të përfunduar seanca konstituive,